Atëhere më lejoni t'ju përshëndes në këtë moment kaq të gëzueshëm për gjithë popullin shqiptar. Kosova martir, Kosova heroike u bë e pavarur. Le bën, së bashku me miq e mëdhenj që kanë sot shqiptarët në botë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të cilët jemi mirënjohës për gjithë ato që kanë bërë, e veçanërisht për ato që bën për Kosovën. E bën Europianët, dhe ata më të rëndët, Britania, Franca, dhe me radhë në ditët që vinë, gjithë shtetet e tjera, ne t'i përcjellin nga ky obor, nga kjo shkollë e mirënjohur në Shqipëri. Po pse sot, jo dhe mëtej, ku nxënës të saj studiojnë në universitetet të ndryshme të botës, prandaj ajo është e mirënjohur sot në botë. Dhe le të jetë. Në gjithë këto vite, të luftës e publike të tyre shqiptarë.